deri me 11 dhjetor, pra të këtij viti, pra deri dje, pranë këtij institucioni janë depunuar gjithsej 1164 ankesa. Pra, shikuar pra ndër vite, numri i ankesave të cilat po depunohen pranë këtij institucioni, po shkon pra vetëm duke u rritur. Po ne, sa i përket krahasimit të ankesave ndër vite, ne i kemi analizuar në raport me inicimet e aktiviteteve që janë bërë nga të gjitha institucionet për të parë se a ka rritje të numrit të ankesave apo ka zvogëlim të numrit të ankesave. Shembull, në vitin 2024, 10.9% e të gjitha aktiviteteve që janë inicu gjatë komplet vitit 2024, për to ka pas ankesë në OSHP, ndërsa në vitin 2025 ka një rritje 13.7% në aktiviteteve të inicuar nga të gjitha autoritetet kontraktuese kanë përfunduar me ankemim pra pranë organit shërtues të prokurimit. Që do të thotë se ne në 7 aktivitetet të prokurimit të inicuara gjatë vitit 2025 kanë përfunduar me ankemim në organin shërtues të prokurimit. Numri i ankesave që është depunuar në raport me numrin e aktiviteteve që është inicu, rezulton që ky ndryshim i rregullorës nuk ka pas efektin për të cilin edhe është bë. Pra, përkundrazi, numri i aktiviteteve të prokurimit që janë ankimuar pranë organit shërtues të prokurimit ka rritje, edhe përkundër që tarifa është dyfishu. Kapacitetet e pamjaftueshme sa i përket ekspertëve shërtues, aktualisht OSHP-ja ka vetëm 6 ekspert të brendshëm dhe 10 ekspert tjerë të jashtëm. Ne në bazë të analizës që e kemi bën, duke pas parasysh numrin e ankesave që janë depunuar në OSHP, pra rezulton që një ekspert, pra gjithsej 1219 landë, gjithë një ankesë i duhen parafërsisht 10 ditë, duke pas parasysh numrin e madh landeve, ne me 16 ekspert e shohim pothuajse të pamundur me pas një efikasitet të lartë për organit shërtues të prokurimit, sepse numri i ankesave është i madh, ndërsa numri i ekspertëve shërtues si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm është i vogël. Problem tjetër që është duke u paraqit për të 30 vjet me radhë, përbërja e paplotësuar e bordit, siç e dim, bordi aktualisht funksionon me 4 antar, një antar tjetër nuk ka arrit apo nuk ka pas iniciativë për kuvendit apo edhe për qeverisë për me u zgjedh gjatë vitit 2024, pra se gjatë vitit 2025. Pra, në përfundim, ky raport argumenton se statistikat e efikasitetit të OSHP-s, numri i ankesave të zgjidhura, mesatarja ditëve të trajnimit janë vetëm simptom e problemeve të thella strukturore të cilat janë në OSHP. Është fakt se një problem, me thonë, jashtëzakonisht i rëndë që nuk po mujmë ta zgjidhmi që po përsëritet në vazhdimsi, siç u tha, është çështja e vonesave në vendimmarrje. Ky është problemi kryesor i OSHP-s. Dhe besoni që edhe ne kemi përshtypjen që kjo mos vendimmarrje në afate ligjore që janë përcaktuar me ligj 34 ditor plus 20 ditë për raste të veçanta, ndikon pak a shumë në integritetin e prokurimit të procesit si tërësi. Jena në ata kufit maksimali, dhe më thonë, s'mund të bëjmë ma shumë. E përmendje dhe Albulin dhe Arbri që është problemit të çështja e numrit të vogël të antarëve të bordit. 5 janë me ligj, 4 janë në vazhdimsi që punojnë, kur u bë ky ligj i prokurimit po mlek 450 ankesa i ka pasur OSHP-ja. 450 ankesa. Sot i ka 1290. Para mendoni sa u rrit numri ankesave, nuk ka ndryshuar kur gjëna në përbërjen e antarëve të bordit. Edhe zgjidhja është vetëm rritja e numrit të bordit. Unë si OSHP-s, zgjidhjen e shot këtij problemi vetëm me rritjen e numrit të antarëve të bordit. Kjo do të thonë kish më qenë çelësi i parë. Kjo kërkon edhe çështja e Arbrit, kërkon edhe ndryshime ligjore.